Ish ministri grek, me atë që bëri Kachifas, do të kishte të njëjtin fat në çdo vend të botës. Ish ministri i jashtëm grek Theodoros Pangalos në një lidhje direkte për televizionin Sky, ai u shpreh se 35 vjeçari Konstantin Kachifas kishte një armë me vete dhe po qëllonte mbi policin. Në kushte të tilla, në të njëjtën mënyrë do të reagonin dhe forcat amerikane apo skandinave. Ai kishte me vete një armë me vete apo jo? Unë jam i mendimit se mbi një person që mban një armë dhe qëllon mbi policin do të veprojë njësoj edhe në SBA apo edhe në vendet skandinave. Ish ministri. Gjithashtu, Theodoros Pangalos holli poshtë pretendimet se i riu grek sapo kishte shkuar në fshat për të vënë flamuj, duke u shprehur se Kachifas kishte muaj që qëndronte dhe vepronte në Bulerat. Unë kam gjetur fotografi në internet nga Bulerati që nga 25 marsi dhe rrugët janë plot me flamuj grek. Pra, ai kishte kohë që vepronte aty, theksoi